të ndjehen personat që gjatë muajit Ramazanit smuhen, ose gjatë 10 ditëve të fundit smuhen, dhe për arsye të ndryshme duhet ta ndërpresin agjërimin, sepse ndjehen faj kur s'kan faj që smuhen, ose gratë të cilat në 10 ditën e fundit kur duhet të luten dhe janë me cikël menstrual, dhe duhet patjetër e kanë të ndaluar të agjërojnë, sepse nuk lejohet agjërimi. Edhe ajo ndjenja e fajit i përcjellt pastaj. Kjo është shenjë prej Zotit që ja ka ndërprer pikërisht në qatë kohë agjërimin që është smu, apo si shpjegohet kjo? Sepse ai beson, ai lutet, ai don me kry agjërimin, por ja që s'mundet. Padyshim që të fshet aty ide Zoti fuqiplot edhe te kjo, sprova me shëndet në fund të muajit të bekuar të Ramazanit edhe cikli menstrual të gjenia femërore është një fshetësi që Zoti Xheleshanuhu e din për gjithë secilin prej nesh, por megjithatë ata Allahu Xheleshanuhu nuk i ngarkon me ata që smunden dhe i ka leju nga kjo pjesë nga agjërimi, por mbetet një obligim që ata ta zaventësojnë, por nuk ndalohen që ata ta përmendin Zotin Xheleshanuhu dhe të luten. Për shembull, te gjenia femërore e kanë të ndaluar me agjëru muajin e bekuar të Ramazanit kur janë me cikël menstrual, mirë po në aspektin e lutjes, në aspektin e përmendjes së Zotit e kanë të lejuar. Edhe i smuri, Allahu ka dashur që nëpërmjet asaj sprove ta pastroj, sepse ka në dëna Zoti fuqiplot e sprovon lumjaji i cili tregohet durimtar ndaj sprovave të Zotit fuqiplot, se durimi është mbi gjitha. Allahu është me durimtarët, kështu ka thonë në Kur'anin e madhnueshëm, edhe kur e ka përmend agjërimin, e ka përmend edhe me durim, se me durim kryhet edhe namazi, edhe agjërimi, edhe gjithçka në jetë. Durimtarëve u ka dhënë në kompenzim edhe xhenetin. Inshallah Allahu na bën nasib, na bën të mëshme që të arrijmë xhenetin nëpërmjet durimit edhe nëpërmjet sprovave që Zoti Xheleshanuhu Xhela Xhelaluhu na sprovon. Mirë po, sido që tjetë mbetet një obligim që edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit, ditët e humbura ti kompenzojnë një për një. Sepse ata nuk i kanë lëshuar ato me dëshirë, mirë po ka qenë vendim edhe caktim i Zotit Xheleshanuhu që ndodhet tillë dhe një për një kanë obligim që pas muajit të bekuar të Ramazanit ti kompenzojnë.